Përshëndetje, unë jam Vonxhe Barami dhe kjo është shoqja ime Ariana Fetoja. Sot në lëndën e gjuhës shqipe do të prezantojmë një projekt Shkenca e letërsisë dhe degët e saj. Shkenca e letërsisë. Shkenca e letërsisë merret me studimin e rregullave apo të ligjësive dhe të problemeve të zhvillimit të letërsisë si formë e shprehjes artistike. Sot shkenca e letërsisë ka për detyrë ta sistemojë e ta klasifikojë materialin shkencor, të hulumtoj ligjet dhe të shprehë gjykime shkencore, lidhur me objektin që studion. Në të kaluarën e LA, shkenca e letërsisë ishte disiplinë integrale e shkrimeve filozofike dhe politike, si për shembull te Platoni dhe disa të tjerë. Qëllimi i shkencës së letërsisë është të ndihmojë lexuesin të kuptojë më mirë veprat letrare, të nxjerrë vlerat artistike, estetike dhe ideore, të tregojë lidhjet midis letërsisë dhe jetës reale, historisë, filozofisë apo psikologjisë. Fushat kryesore të shkencës së letërsisë janë teoria e letërsisë, historia e letërsisë dhe kritika letrare. Ka mendime se si disiplina e katër shkencore duhet të jetë stilistika, e cila merret me studimin e stileve të veprave letrare dhe stilin e epokave letrare. Edhe pse secila nga këto disiplina shkencore e ka fushën e vet të hulumtimit shkencor, ato prapë midis tyre janë në lidhje të ngushtë, mu për shkak se plotësojnë njëra tjetrën. Teoria e letërsisë. Teoria e letërsisë është një nga tre degët kryesore të shkencës së letërsisë, bashkë me historinë dhe kritikën letrare. Ajo merret me studimin e natyrës së letërsisë, mjeteve shprehëse dhe mënyrës se si funksionon arti i fjalës. Teoria e letërsisë shpesh quhet edhe poetika, që rrhet prej fjalës greke poetike techne, që do të thonë aftësi, mjeshtri dhe vështirësi. Qëllimi i teorisë së letërsisë është të na japë mjetet për të kuptuar më mirë veprat letrare, të ndihmojë në analizën dhe interpretimin e teksteve, të tregojë si funksionon arti i fjalës edhe pse letërsia është e veçantë. Historia e letërsisë. Historia e letërsisë është një nga disiplinat që studion zhvillimin e krijimtarisë letrare në kohë, duke analizuar periudhat, autorët, veprat dhe rrymat letrare dhe ndikimet shoqërore e kulturore. Ajo na tregon se si arti i fjalës ka evoluar nga fillimet gojore e deri në letërsinë moderne dhe bashkohore. Çfarë studion historia e letërsisë? Ajo studion origjinën e letërsisë, krijimet e para gojore, mitet, legjendat, këngët popullore, periudhat letrare, ndarjet sipas kohës, rrymat letrare, si romantizmi, realizmi, simbolizmi e modernizimi e të tjerë. Autorët dhe veprat, shkrimtarët kryesorë të çdo periudhe, veprat më të rëndësishme dhe ndikimi i tyre. Ndikimet shoqërore e kulturore, lidhja e letërsisë në historinë, filozofinë, politikën edhe ndikimi i tyre në jetën e përditshme. Dhe historia e letërsisë luan rol të rëndësishëm njohës dhe edukativ. Pse janë njofton me begatitë kulturore, me kushtet historike, shoqërore, politike dhe ekonomike. Pjesët kryesore të teorisë së letërsisë janë poetika, studion rregullat dhe format e krijimit artistik, si ndërtohet në poezi, roman apo dramë. Stilistika, analizon gjuhën dhe mënyrat shprehëse të përdorura nga autori. Retorika, arti i të shprehurit bindës dhe i figurave stilistike. Çfarë studion teoria e letërsisë? Çfarë është letërsia dhe çfarë e dallon atë nga llojet e tjera të shkrimit, shkencor, publicistik dhe filozofik? Çfarë studion teoria e letërsisë? Çfarë është letërsia dhe çfarë e dallon atë nga llojet e tjera të shkrimit, shkencor, publicistik dhe filozofik? Gjinit letrare, epika, regime, novela, romane dhe epope, lirika, poezi, këngë, dramatika, tragedi, komedi edhe dramë. Elementet e veprës letrare, fabula, subjekti, personazhet, koha, hapësira dhe konflikti. Figurat letrare, metafora, simboli, krahasimi, hiperbola e të tjerë. Stili dhe gjuhën letrare, mënyrat artistike të shkrimtarit për të ndërtuar veprën. Kritikat letrare. Si disiplinë e shkencës së letërsisë duhet konsideruar edhe kritika letrare, e cila merret me vlerësimin e veprave letrare dhe shërben si lidhje ndërmjet lexuesit dhe veprës së autorit të saj.
Llojet e kritikës letrare janë kritika analitike, e shpjegon dhe zbërthen veprën me hollësi. Pastaj kemi kritikën estetike, e cila vlerëson bukurinë dhe stilin artistik. Pastaj kemi kritikën shoqërore, që studion marrëdhënien e veprës me realitetin shoqëror e historik. Kritika krahasuese krahason vepra të ndryshme për të nxjerrë ngjashmëri e dallime. Po ashtu kemi edhe kritikën moderne, përdor teori të reja. Dhe çfarë bën kritika letrare? Ajo analizon, interpreton, vlerësohet dhe orientohet. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Mos harroni të na ndiqni në Literatur Corner, Prof. Mujasere Ali.